që prej rihyrjes së saj në shtëpinë e Big Brother VIP Albania Prime nes të shtunës, kanë qenë të shumta teoritë pse Egli u bë sërish pjesë e lojës. Të shumtë janë ata që mendojnë se Egli po përdoret nga produksioni për të sulmuar Gjestin. Kjo u duk në fakt edhe në mënyrën se si ata trajtuan marrëdhënien mes Eglit dhe Gjestit. Produksioni kishte përgatitur disa klipe për t'ia parashitur Eglit pa dijenin e Gjestit, për të nxjerrë keq banorin para syve të saj. Dhe me sa duket ja ka dalë mjaft mirë, kjo u kuptua që në momentin e parë kur Egli hyri në shtëpi, sepse qëndroi shumë aftoht me Gjestin, e madje akoma nuk kanë folur me njëri tjetrin. Rikthimi i Eglit në fakt nuk është pritur mirë as nga publiku, pasi pa mbushur 24 orë, Egli ka humbur mbi 13.000 ndjekës në Instagram. Megjithatë, edhe pse me emision nga produksioni, Egli sërish vazhdon ta mbrojë Gjestin dhe nuk ka folur keq për të.